Louis Dupré ka qenë një piktor francez i njohur veçanërisht për vepra që i përkasin orientalizmit. Dy pikturat më poshtë të ekspozuara në Francë dhe të botuara nga gazeta Dita titullohen Bijtë e Aliut. Bëhet fjalë për fëmijët e Ali Pashtë Pelenës. Siç dihet, Luani Janinës pati 3 djem me 4 gratë e tij zyrtare. Gruaja e parë ishte Emine Hanëmi, vajza e Pashait të Delvinës, e dyta Katerina e Tepelenës, e treta Gjorgjia dhe në fund të jetës u martua me Vasiliqin. Aliu ishte 73 vjeç, kurse ajo ishte një 16 vjeçare nga Pleshevica e Filatit në Çamëri. Djemt e Aliut quheshin Mukhtar, Veli dhe Sali. Po si ishin ata dhe çfarë fundi patën? Gazeta franceze La Quotidienne ka botuar të shtunën e 29 nëntorit 1817 një përshkrim të rrallë të përkthyer dhe botuar nga gazeta Dita. Kjo gazetë tregon një histori të tmerrshme, ku Aliu kishte ndërhyrë personalisht për të ndaluar një orgji të birit, pasi i raportuan se aty kishte dhe sjellje homoseksuale. Ndërhyrja e Aliut u finalizua me dënime të jetë të ashpra. Gazeta shkruan se më i rrituri i djemve të Aliut, Mukhtar Pasha, ishte dashuruar me një bukuroshe greke, e lindur në një familje të shquar e quajtur Eufrosina. Bashkë me Eufrosinën dhe mikeshat e saj, Mukhtari merrte pjesë në takime të fsheta ku përziheshin të dyja gjinit dhe ku zakonet orientale myslimane ishin të ndaluara. Në një nga këto net, Ali Pasha urdhëroi që Eufrosina dhe 15 mikeshat e saj greke të kapeshin dhe të mbyteshin në liçenin afër Janinës. Askush nuk guxoi ta prekte me dorë Eufrosinën, nga frika që kishin ndaj reagimit të Mukhtarit. Kështu, Pashai, Aliu, shkoi vetë ta tërhiqte zvarr deri në liçen vajzën e pafat. Aliu u shpërndau djemve pushtet në pika kyçe të territorit të gjerë në qeverisin e tij, por kur porta e lartë dërgoi ushtrim për të vrarë Pashain, 3 djemt dhe nipi, djali i Veliut, e tradhtuan. Ashtu vepruan dhe krerë të tjerë lokal shqiptar të cilëve ai u kërkoi ndihmë. Myftari dhe Veliu i dorëzuan osmanëve, Prevezën dhe Gjirokastrën, duke u dorëzuar edhe vetë. Sultani u pati premtuar falje dhe pushtet, por i mashtroi. Të 3 djemve ju pren kokat nga porta e lartë pas ekzekutimit të Aliut.